O Hoxh, ti si je i sigurt, a ke qenë në xhennet? Unë nuk kam qenë në xhennet, por besoj krijuesin e xhennetit. Besoj krijuesin e gjithësisë, i cili nuk flet vetëm se të drejtën. Nuk thot vetëm se të drejtën. Allahu i lartësuar në shumë ajete të Kur'anit tregon se ka botë tjetër, tregon se ka xhennet, tregon se ka xhehenem. Zoti i gjithësisë është ai që na ka kriju herën e parë. Për Allahun e lartësuar është tepër e lehtë që të na ringjall. Allahu i lartësuar ka krijuar krijesa më të mëdha se njeriu. Imagjinoje qiejt, toka. Pra, ringjallja e njeriu për Zotin e gjithësisë është tepër e lehtë. Allahu i lartësuar i thot diçka e bohu dhe ajo bëhet. Patjetër që ka xhennet. Ka vend ku do të shpërblehen besimtarët, ata që kanë vepruar vepra të mira. Patjetër që ka xhehenem, ku do të dënohen jo besimtarët, do të dënohen mizorët. Patjetër që ka xhennet, patjetër që ka ditë gjykimi. Mos ketë ditë gjykimi, i bie Zoti i gjithësisë me qeni pa drejt. Larg të metave është Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar na tregon dhe na jep shembuj të shumt në Kur'an të ringjalljes. Na jep shembullin e shiut, i cili bie mbi një tokë të vdekur e prej saj dalin bimë të gjalla. Ashtu pra do të ringjallet edhe njeriu ditën e gjykimit. Dhe pastaj në botën tjetër. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Një grup thot Allahu i lartësuar do të jenë në xhennet dhe grupi tjetër në zjarrin e xhehenemit. Allahu na bof për xhennetlive. Amin.